Mendova se karriera e tij mbaroi promotori Joshua Rëfe në momentin që e friksoi gjatë meçit kundër Prengës. Promotori i njohur Eddie Hearn ka pranuar se për një moment kishte frikë se karriera e Anthony Joshua kishte marrë fund, pasi Britaniku rrëzua 2 herë nga boksieri shqiptar Christian Prenga. Joshua u rikthye në ring në Jeddah të Arabisë Saudite në një përballje që fillimisht ishte parashikuar si një fitore lehtë ndaj Prengës, por sfida u shndrua shumë shpejt në një dramë të vërtetë. Ish kampioni i botës në peshat e rënda u rrëzua që pas vetëm 20 sekonda shloi pas një goditje të fuqishme me të djathtën nga Prenga. Por momentet e vështira për Joshua nuk përfunduan aty. Në fund të raundit të parë, boksieri shqiptar e dërgoi përsëri në dysheme Britanikun, duke e vendosur atë përballë një humbjeje të papritur. Përballja kishte një ngarkesë të madhe emocionale për Joshua, pasi ai u rikthye në ring vetëm 8 muaj pas aksidentit tragjik me makinë në Nigeri, ku humbën jetën 2 miqtë e tij të afërt, Sina Agami dhe Latif Laz Ayodele. Hearn kishte shqetësime se Joshua mund të ishte rikthyer shumë shpejt, pasi përveç dëmtimeve fizike ai ende po përballej me pasojat emocionale të humbjes. Në një moment mendova se karriera kishte përfunduar. Pas meçit Hearn tregoi emocionet e përjetuara gjatë atyre minutave dramatike kur boksieri i tij ra 2 herë në tokë. Ky ishte momenti më dramatik dhe emocional i karrierës time, ndoshta dhe i jetës time. Kishte kaq shumë emocione në ato pak minuta, deklaroi promotori. Ai pranoi se pasi Joshua u rrëzua 2 herë, mendoi për skenarin më të keq. Thjesht nuk mund ta besoja që ai gjeti një mënyrë për të fituar. Gjatë gjithë javës po pyesja veten, a është kthyer shumë shpejt, a kishte nevojë për boksin për të kaluar dhimbjen, por në të njëjtën kohë edhe nuk e ka kaluar atë plotësisht. E art shtoi. Kur e pash të rrëzoj ashtu, mendova, ka mbaruar, karriera ka përfunduar. Në një moment mendova se ky ishte fundi. Por çfarë udhëtimi i jashtëzakonshëm ka pasur. Fuqia e goditjes e mbajti gjallë Joshuan. Megjithatë, Hearn besonte se një gjë nuk i ishte larguar kur Joshuas, frika shkatëruese goditjes së tij. Sipas tij, sapo Joshua arriti të rikthehej në këmbë dhe të rigjente ritmin, gjithçka ndryshoi. Një gjë që ai do ta ketë gjithmonë është fuqia nokauntuese. Nëse të godet një herë, mirë në mjekër, lufta ndryshon. Dhe pikërisht kështu ndodhi. Joshua nisi të rimarrë kontrollin në raundin e dytë, goditi fort Prengën dhe më pas e mbylli duelin me nokaut, duke mbajtur gjallë përballjen e madhe me Tyson Fury. Pas kësaj fitore, Joshua dhe Fury tashmë janë shumë pranë realizimit të një prej përballjeve më të mëdha në historinë e boksit britanik. Të dy boksierët kanë nënshkruar kontratat për duelin e shumë pritur, por ende nuk është vendosur dita dhe vendi i zhvillimit. Sipas marrëveshjes së Joshuas, dueli do të zhvillohet në Britani të Madhe, edhe pse Madison Square Garden është përmendur si një opsion i mundshëm për shkak të interesit të madh në tregun amerikan. Ndërkohë, Fury kishte siguruar një fitore një ditë më herët ndaj polakut Mariusz Wach, duke e përgatitur terrenin për përmballjen që pritet të jetë një nga ngjarjet më të mëdha sportive të vitit.